إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm për Allahut të ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar mëshirues, mëshirëbërës të na falë gjunahet e gabimet tona. Dhe e lutim Allahun e madhëruar, mbrojtësin e besimtarëve të na mbrojë prej të qijave të vetëveteve tona dhe të qijave të punëve tona. Dijeni të nderuar vëllezër se atë njeri që Allahu I madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë me mëshirën e Tij, nuk ka kush ta humb atë nga ajo rrugë, dhe atë njeri që Allahu I madhëruar e humbi nga rruga e drejtë për shkak të punës së tij, për shkak të asaj që ai kishte në zemër për devijimit, askush nuk ka mundësi ta udhëzoj, ta rikthej në Islam në të vërtetën përveçti përveç Allahut të madhëruar. Dëshmoj dhe deklaroj se I vetmi I cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu I vetëm krijuesi I gjithësisë, dhe se Muhamedi alayhis salam është robi I Allahut dhe I dërguar I Tij. E më pas thot Allahu I madhëruar në Kur'anin famlart: O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të vërtet, dhe mos disni ndryshe veç se si besimtar musliman, nëse dëshironi të shpëtoni në këtë botë dhe në botën tjetër. E lut Allahun e madhëruar të na mundsojë të jetojmë këtë jetë si musliman, të vdesim si musliman dhe të ringjallemi si musliman. Amin. Të dashur vëllezër, tema e hutbës së sotme ka të bëjë me ezanin. Atë thirrje madhështore që besimtarët e dëgjojnë 5 herë në ditë dhe I përgjigjen 5 herë në ditë. Nuk ka thirrje më madhështore në këtë dynja se sa thirrja e ezanit. Ky ezan I cili përmban fjalët më të dashura, më të bukura, më të mira, më të drejta. Përmban madhërimin e Allahut të madhëruar. Përmban lavdërimin e Allahut të madhëruar. Përmban dëshminë se I vetmi I cili meriton të adhurohet me të drejtë është vetëm Allahu, krijuesi I gjithësisë, dhe se Muhamedi alayhis salam është robi I Allahut dhe I dërguar I Tij. Ezani përmban dëshminë e mohimit të adhurimit të dikujt tjetër përveç Allahut të madhëruar. Ezani përmban thirrjen në adhurimin më të rëndësishëm pas shahadetit, që është namazi. Ezani përmban dhe është thirrje për në shpëtim. Na kujton botën tjetër. Shpëtimin e vërtet është shpëtimi në botën tjetër. Dhe ezani është fjala që besimtari, janë fjalët që besimtari I do sepse për besimtarin gjëja më e dashur është Allahu I madhëruar, është krijuesi I tij. Është adhurimi I Allahut të madhëruar, është madhërimi I tij. Thirrja e të tjerëve, ftesa e të tjerëve në Islam realizohet nëpërmjet 2 rrugëve. Sheriati vet, feja islame, na tregon dhe na mëson se thirrja e të tjerëve në Islam realizohet nëpërmjet 2 rrugëve, 2 formave. Në radhë të parë, besimtari duhet të di
se e ka detyrë të thrasi në rrugën e Allahut të madhëruar. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Thuaj, shfaqe, publikoje, kjo është rruga ime, që thras për tek Allahu i madhëruar, thras për tek adhurimi i Allahut të vetëm. Mënyra e parë është duke i ftuar të tjerët me fjalët tona, me gjuhën tona. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. A ka fjalë më të bukur, a ka fjalë më të mirë, a ka fjalë më të drejtë se sa i cili thret për tek Allahu i madhëruar, dhe punoi mirë, dhe tha, dhe publikoi, dhe nuk e mbajti të fshehur sa i është prej muslimanëve. Forma e dytë e thirrjes të tjerëve në Islam është nëpërmjet shembullit, është nëpërmjet modelit të mirë, është nëpërmjet simboleve dhe shenjave të Islamit, është nëpërmjet shembullit individual të muslimanit, nëpërmjet modelit personal të muslimanit, i cili është në gradën më të lartë të moralit, i cili duhet të jetë në gradën më të lartë të moralit, sepse ai ndjek shembullin më të mirë të njerëzimit. Ai pason dhe ndjek shembullin profetik, shembullin e Muhamedit alayhis salam. Dhe në formën e dytë, ose në mënyrën e dytë, në rrugën e dytë, se si i ftoj të tjerë në Islam, gjithashtu futet thirrja nëpërmjet simbolikave të Islamit, nëpërmjet shenjave të shariatit. I dashur vëlla, e dashur motër, e nderuar motër, dije se ezani është nga simbolet më të forta dhe më madhështore të Islamit. Dije se shamia jote motër e nderuar është nga simbolet dhe shenjat më të nderuara të Islamit. Dhe dije i nderuar vëlla, se mjetra që ka lënë profeti alayhis salam, i cili ka urdhëruar dhe ka thënë lëshoni mjetrat dhe brini mustaqet, është nga simbolet më të bukura të Islamit. Është suneti i profetit Muhammed alayhis salam. Dijeni se çdo ritual, çdo normë islame e cila shfaqet është një simbol i bukur që nëpërmjet tij Allahu i madhëruar me mëshirën e tij i thërret njerëzit. Namazi me xhamat, që falin muslimanët 5 herë në ditë, të bashkuar në safe, si një trup i vetëm, dijeni se ka një simbolik të bukur, e cila i thërret njerëzit tek e bukura, tek e vërteta, tek e drejta. Minaret e xhamive që talohen në Evropën perëndimore. Ezani talohet, ju e dini. Nuk ka në një shtet evropian i cili e lejon ezanin. Dhe gjithashtu ata ndalojnë të kenë muslimanët në ato vende varrezat e tyre të veçanta. Ndalojnë që muslimanët t'i theri kafshët e tyre siç i ka urdhëruar Allahu, kafshët prej baktive. Sepse këto janë pjesë e identitetit të muslimanit. Dhe një pseudo gazetar dhe i ankohet të një hoxh i nderuar dhe i thot atij, o hoxh, unë banoj afër xhamisë Namazjas
Dhe ai ezani juaj më shqetëson, sikurse unë ka dhe të tjerë që i shqetëson ky ezan. Normal. Ezani do shqetësoj shejtanin dhe miqtë e tij. Sepse ezani është thirrje për te krijuesi. Ato 3 minuta që i flet muezini është thirrje për te krijuesi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A ka fjalë më bukur? A ka fjalë më të mirë? Se dëshmia ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ata i friksohen shtrirjes e Islamit dhe përhapjes e Islamit. Ata friksohen se mos muslimanët, se mos njerëzit pranojnë Islamin dhe shtohen muslimanët. Ju e keni dëgjuar që sa herë ku falet Bajrami në sheshën Skënderbeu, shikon ca pseudo gazetarë që irritohen. E thotë kjo është hapësirë publike. Kurse ne muslimanët, sa e shikojmë atë video të bukur, qoftë Tiranë, Elbasan, Durrës, Vlorë, kënaqemi, gëzohemi. Çfarë gjunahi po bëjmë ne, s'po mblidhemi po falen, çfarë gjunahi? Çfarë gabimi po bëjmë ne? Çfarë shturje po bëjmë ne? Çfarë diçka jo morale po bëjmë ne? Ti je si një trup i vetëm. Një njeri para, thot rreshtohen gjithë muslimanët. Sa fillon imami tekbirin, Allahu Akbar, shikon qindra mira njerëz brapa të bën njëjtën veprim. Si një trup i vetëm. Imami bën tekbirin gjithë besimtarët, Allahu Akbar. Imami bie në ruku, bin gjithë besimtarët në ruku. Imami qohet nga rukuja dhe qohet besimtarët pas ti nga rukuja. Dhe bie imami sejdë për ruli Allah të madhëruar dhe gjithë besimtarët bie në sejdë. Një nga mushrikët ju mjaftuan 3 ditë nga i lujtarët në kohën në Perselam, të cilin profeti Selam e ka pirot dhe ishin nga të parët e një fizik të rëndësishëm. Dhe e lidhi këtë rop në shtyllën e xhamisë në Medinë. Dhe e la aty shikonte vetë se si faleshin muslimanët. Sa herë që bëronte namazi, shkonte e pyesë, mungon gjë? Ai u shihesh çdo vakt dhe mirëmbahesh. Dhe kur profeti alayhis salam i shkonte dhe e ftonte në Islam, pranonte Islamin, ai refuzonte herën e parë, herën e dytë. Dhe i thoshte të dërguarit Allah sallallahu alaihi wasallam, unë jam i pari një fisi. Nëse mua më vret, unë kam njerëz pas meje që e marrin gjakun tim. Dhe nëse ti më liron mua, unë jam njeri i pasur të shpërblej për atë çdo kesh. Në ditën e tretë, profeti alayhis salam dhe se liron. Thotë shko ti i lirë. Në momentin kur ai e zgjidh, kur e zgjidhin sahabët dhe e liron, ai i jep shahadetin. Thënë dietarët e Islamit, i mjaftoi çfarë shikoi për bukurisë e Islamit, për bukurisë e namazit, së bashkuar bashkë besimtarët, se si pastrohesh, se si falesh. Ata friksohen nga ezani vëllezër. Friksohen nga ezani, se ezani edhe sepse është në gjuhën arabisht, në arabe, ka një ndikim çuditshëm tek zemrat e njerëzve, për të kanë dëshmuar njerëz se si e ka pranuar Islamin. Dhe unë kam dëshmi nga vëllezërit e mi, pas viteve 90, të rinjt e parë që kanë shkuar në xhamia Mbret në Elbasan, disa prej tyre kanë dëgjuar ezanin në ëndër dhe se kishin dëgjuar më parë, pse dinë ç'ishte ezan. U bëshkat kjo ëndër, kjo ezan në ëndër, që ai filloi të falte 5 namazet. Ata nuk i duan minare. A e dini ju që minaret në shumë vende, në shumicën e vendeve evropiane ndalohen, ndërkohen? Dhe minaret janë prej simbolikës islame. Transmetohet
që afër xhamisë së Profetit sallallahu alajhi wasallam ishte shtëpia e një sahabi, shtëpia më e lartë. Dhe aty Bilali radhiyallahu anhu, muezini i parë, friste ezanin. Gjithashtu në shtëpinë e Abdullah ibn Umerit kishte një shtyllë të gjatë, mbi të cilën hypte Bilali radhiyallahu anhu dhe friste ezanin. Dhe me shtimin e shtëpiave, me shumimin e shtëpiave, u bë minarja e domosdoshme të ndërtohesh. Një shenjë dalluese për të gjetur, një udhërrëfyes për të gjetur muslimanët në vendin e faljes. Dhe më parë ju e dini që muezini ku hypte? Minare. Dhe ju e dini shumë mirë që kur erdhi regjimi komunist, prishi xhamiat, shumicën e tyre. Dhe prishi minare dhe lafa xhamia. Dhe e filloi me minare. Me minare, e përgjysmoi minare, ose shakaroje. Sepse këto simbolika janë të rëndësishme. Janë të vendosura nga Allahu i madhëruar. Ajo shani që duron ajo motë muslimane, me një shoqëri që shturja dhe zhdeshja është normë, është një lloj thirrje për në Islam, është një lloj sfide që i sfidon gjithë. Ata nuk e duan deri, nuk e duan bukurinë e vërtet, pastërtinë. Dhe irritohet ai, thot më shqetëson, thot, ai 3 minuti i muezinit. Dhe ne na gëzon ku shikojmë atë xhaminë e madhe namazjas në Tiranë. Ne gëzohemi, muslimanët gëzohen dhe jemi njerëz të ne, autokton shqiptar gëzohemi. Dhe këto toka ka qenë Islam prej qindra viteve, është si Rezani. Ka patur një shkutje dhe ne kemi të drejtën, kemi xhamia tona, minaret tona, ezanin tonë. Dhe vazhdon i irritimi i gazetarit, e thot, po pse i thua ati fëmijës tënd hajde xhami? Se ke është në detyrimi. Pra, gazetari, një individ, na vjen dhe na dikton se si ti edukojnë fëmijët tanë. Dhe quhet imponim nëse ne i themi fëmijës hajde xhami. Dhe nëse fëmijën e çon në çerë me zor, dhe ai qatë dhe nuk do të shkojë, s'quhet imponim. Nëse e marrin fëmijën që në shkollë me zor, dhe ai qatë nuk quhet imponim. Nëse fëmijën regjistron një kurs kompjuteri, nuk di una, çfarë kursi, ose stërvitje, me zor, qatë nuk do, ti e regjistron, quhet imponim? Jo, nuk quhet imponim. Këta i tonë ku shikojnë një prit për bera, ka djalin dhe vajzën të veshur bukur, baba, nëna, shkojnë së bashku në xhami. Ata irritohen dhe sa pa një bukur para 2 ditësh që isha në Dibër, po kthehesha për Tiranë për Elbasan, ku pash një makinë parkuar djathtas, një besimtar i një djalë, po falte namazin e drekës. Alhamdulillah. Ata nuk i duan të pamit bukura, të pamit mira. Një besimtar që i firsohet Allahut, që i përmbahet normave, që është i drejtë, është rregullues shoqërisë. Ata kanë frikë. Ju e dini se hebrejt nxorën urdhër mos të knohesh ezani i sabahut në Kuds. Ju e dini shumë mirë se dhe prapë përsëris që në shumicën e vendeve evropiane ezani ndalohet. Çfarë i bëjnë atyre në gjotë ezani? Ndalohen minaret në shumicën e vendeve evropiane. Perëndimore, iluzionet e demokracisë. Po ata lirinë e kanë ke gjërat që ata thrasin, ndërsa ke gjërat të cilat në thrasin dhe ftojnë në vlera, ata friksohen. A ka njëri më të padrejtë sa i cili të Allahu i madhëruar i pengon njerëzit të falen dhe dëshiron që xhamia të Allahut të prishet. Ezani është ligjësuar në Medinë. Pasi besimtarët në Mekë ishin të shtypur dhe nuk guxonin dot ta shfaqin Islamin. Dhe faleshin fshetas, fshehuras,
Dhe kur erdhën në Medinë, u formua shteti i parë islam, u bashkuan muhaxhirinët dhe ensarët, forca ishte e besimtarëve, shumica e banorëve të Medinës pranuan islamin, e panë të nevojshme transmetohet në librat e hadithit, e panë të nevojshme besimtarët që kishin diçka që i foriste dhe i bashkonte në kohën e namazit. Njëri dha mendim të ngrejë një flamur, tjetri dha mendim të tibim trombanës dhe refuzuan se ishte një zakon i krishterëve. Dha mendim t'i fryen bririn, e refuzuan se ishte zakon i hebrejve. Dha mendim një person tjetër të ndesin një zjarr, e refuzuan se ishte zakon i mexhusëve, zakutistëve. Dhe dha mendim një person të thrasin në zë. Dhe kishte mendimi më i përafërt, më i pranuar në sahabë. Dhe Abdullah ibn Zeidi, sahabi i nderuar, Allahu që i kënaqur me të, e papi do shqetësimi i madh, përkupim se kur pa profetin selam që ishte shqetësuar për t'i dhënë zgjidhje kësaj çështje. Dhe ky shqetësim dhe ky përkupim për të mirën e muslimanëve, ai pa në ëndër dhe besimtarëve të mirë nga Allahu i madhëruar. Pa në ëndër që një burr i këndoi, i recitoi ezan. Dhe me njëherë shkoi tek profeti alayhis salam dhe i tregoi ëndrën dhe tha kjo ëndër është e vërtet inshallah. Dhe këtë ëndër e kishte parë dhe Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, i tregon më pas profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thot profesor Umarit, pse se the para ti? Dhe i kishte parë para ti. Tha ai më parapriu mua në thënien e ëndrës dhe unë kisha turp ta tregoja më pas se edhe unë e kam parë. Dhe i thot Bilalit, i thot Abdullah ibn Zeidit, profesor, shko dhe tako Bilalit dhe mësoja atë që t'i dëgjove në ëndër dhe ta këndoja ai ezanin se ai ka zë më të fortë dhe më të mirë dhe më të lartë. Dhe që nga ajo ditë xhamiat e muslimanëve ushtojnë nga zëri i bukur i ezanit. Dhe muslimani gëzohet sa herë që e gjon të zë bukur të muezinit, duke medituar në kuptimet madhështore që ka ezani. Thot profeti alayhis salam, kush thot dhe pason atë që thot muezini në ezan, pas ti, kush thot Allahu Akbar, deri në fund, e thot ezanin, duke pasuar muezinin në çdo fjalë që ai thot, të njëjta, përveç në dy vende. Hayya ala salat, thot la hawla wala quwwata illa billah. Hajde në namaz, thot dhe dëshmon nuk ka ndryshim dhe nuk ka fuqi vetëm me lenë Allahut madhëruar. Hayya ala falah, hajde në shpëtim, ai thot prap besimtari, ai që e gjon ezanin, nuk ka ndryshim dhe nuk ka fuqi vetëm me lenë Allahut të madhëruar. Ai i cili e thot ezanin, e përsërit mbas muezinit, nga zemra e tij, shpërbimi i tij është drejt. E lutem Allahun e madhëruar të na bëjë për atyre që ai është i kënaqur me ata. E lutem Allahun e madhëruar të na ruaj nga e keqja e çdo kujt. Thot Allahu Azza wa Jalla, dha ata duan ta shuajnë dritën e Allahut në gjuhët e tyre, kurse Allahu do diçka tjetër e refuzonte. Allahu të plotësojë dritën e tij. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Të dashur vëllezër, vlera e ezanit është një vlerë shumë e madhe, një pozitë shumë e lartë. Në lidhje me atë cilë e këndon, e thërret ezanin, të cilë e ngjon ezanin për besimtarët. Zgjidhet për thirrjen e ezanit personi që ka zërin më të lartë dhe më të bukur. Dhe thirret dhe caktohet për ezanin personi nga më besnikët, sepse ai është besnik për kohët e namazit. Dhe thot profeti sallallahu alajhi wasallam, nëse ju do ta dini me të vërtetë shpërblimin që ka ezani dhe safi i parë në namaz, nuk do gjishit një formë tjetër ndryshe për të arritur atë, vetëm për të hedhur short me njëri tjetrit.
dhe transmetohet që muezinët të jenë njerëzit me qapat më të qapa ditën e gjykimit, njerëz të dalluar dhe të nderuar. Dhe i thot profesoran një bariu, i cili e donte shkëtirën dhe donte pra kullotjen e deleve. Unë jam bari dhe e dua shkëtirën dhe dua t'i kullos delet me shkëtirë. Dhe më katë namazit, i thot profesoran, kur të thrasësh ezanin, ngrije zërin, se kush e kjon atë në përgjim dhe njerëz dhe çdo tjetër, do të dëshmojnë për ty ditën e gjykimit. Do të dëshmojnë për ty për atë që ti thërrite ditën e gjykimit. Dhe për muezinin i falen gjunahet derisa arrin zëri i tij. Dhe muezini ka në shpërblimet më të dha, sa dietarët, fukahat kanë rënë dy mendime. Kush ka shpërblim më të madh, imami apo muezini? Gjithashtu transmetohet që thot profeti thot Allahu i madhëruar, unë mahnitë me robin tim i cili është në mal, i vetëm, e thret ezanin dhe falet, ai nuk i friksohet vetëm mua, dhe unë të shmoj se unë e kam falur robin tim. Besimtari duhet të jetë i bindur se me të vërtet feja që Allah i madhëruar e ka dhuruar, Islam, feja në të cilin Allah i madhëruar e udhëzoi, është feja e vërtet, është rruga e drejtë. Dhe në këtë rrugë ka pasues të kësaj rruge, ka dhe prej atyre që e urrejnë dhe nuk e duan këtë rrugë. Dhe besimtari gjithmonë është ai i cili përpiqet që me modelin e tij, me shembullin e tij, të jetë thirrës në rrugën e Allahut azza wa jalla. Dhe ta di se Allahu i madhëruar është më i mëshirshëm për robin e tij se sa robi vetë për veten e tij. Dhe alhamdulillah, feja Allahut madhëruar është fe e ruajtur dhe është triumfues. Alhamdulillah, vërejmë që Islami përhapet në botë shumë shpejt. Vetëm në Francë ka mbi 1500 xhami. Vetëm në Angli ka mbi 2000 minare, 2 xhamia. Vetëm në Gjermani, pashtu, afërsisht, shkon numri i xhamive mbi 2000, prej xhamive dhe musaleve dhe vendeve të faljes. Vetëm në New York thuhet që ka mbi 100 xhami. Vetëm në të gjithë Amerikën ka me mijëra xhamia. Dhe nga dëshmit që tregojnë disa njerëz se si ka pranuar Islamin, është dëshmia e tyre që e ka pranuar Islamin kur kanë dëgjuar ezanin. Kur kanë dëgjuar ezanin, tregon njëri prej të cilëve kanë dëshmuar se si ka pranuar Islamin, thot vizitova nga vendet muslimane dhe unë isha shumë skeptik dhe shumë praktikues për Islamin dhe muslimanët. Dëgjimi i ezanit që unë dëgjoja në ato vende më bëri të reflektoja për këtë fe. Derisa dëgjova fjalën e Allahut madhëruar të përkthyer në gjuhën time, dhe kush kërkon një fe tjetër përveç saj, përveç Islamit, do t'i refuzohet dhe ai në botën tjetër është përshtatëruar. Elhamdulillah, falënderim të kanë Allahu që na udhëzoi në këtë rrugë dhe e lutem Allahun e madhëruar të përforcojë zemrat tona në rrugën e drejtë, në rrugën e vërtetë. E lutem Allahun e madhëruar të japë triumf muslimanëve kudo që janë, të ruajë ata nga çdo gjë e keqe. E lutem Allahun e madhëruar të kthejë muslimanët në fenë e tij me një kthim të vërtetë. Nuk ka njeri më të nderuar, nuk ka njeri më të mirë sa i cili i përmbahet porosive të krijuesit të tij të Allahut madhëruar. Një ditë, dhe këtë do të gjithmonë, do kthehemi tek krijuesi ynë, tek Allahu azza wa jall,
Dhe Allahu është më i mëshirshëm, është më i dashur me robët e tij besimtar. Allahu na bëft prej robëve të tij besimtar që Allahu është kënaqur me ata. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأقم الصلاة.